Cili është kufiri i moshës kur duhet të ndaloni alkoolin? Në këtë video do të flasim për këtë çështje. A e dini se konsumimi i alkoolit mund të dëmtojë trurin tuaj pa e kuptuar? Një nga neurologët më të njohur, Dr. Richard Restak, thekson në librin e tij Udhëzuesi plot për kujtesën, shkenca e forcimit të mendjes tuaj, se alkooli mund të shkaktojë përshpejtim të humbjes së kujtesës dhe rrit rrezikun e demencës. Sipas tij, duhet të ndaloni së pirja alkool para moshës 70 vjeç dhe ta filloni reduktimin e saj që në 65. Çfarë ndodh në trurin tuaj kur konsumoni alkool në moshë të madhe? Studimet tregojnë se alkooli dëmton neuronet dhe lidhjet nervore në tru, duke ndikuar në kujtesën afatshkurtër dhe afatgjatë, përqendrimin dhe aftësinë për të marrë vendime, koordinimin dhe ekuilibrin trupor. Një fakt shqetësues: ulëmtimet tregojnë se edhe konsumimi i moderuar i alkoolit mund të zvoglojë madhësinë e trurit me kalimin e viteve. Rreziqet kryesore të konsumimit të alkoolit pas moshës 65. 1. Rrit rrezikun e demencës dhe sëmundjeve të trurit. Konsumimi i alkoolit lidhet me një formë të veçantë të demencës, e cila shkaktohet nga mungesa e vitaminës B1. Studimet tregojnë se alkooli përkeqëson funksionet njohëse, duke e bërë më të vështirë për një të moshuar të ruajë kujtesën dhe të mendojë qartë. 2. Rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe tensionit të lartë. Alkooli ndikon në presionin e gjakut dhe rrit rrezikun e goditjeve në tru, si dhe atakët në zemër. Pas moshës 65, zemra është më e ndjeshme ndaj dëmtimeve që shkakton alkooli. 3. Shton rrezikun e rrëzimeve dhe frakturave. Alkooli ndikon në balancën dhe koordinimin e trupit. Një rrëzim në këtë moshë mund të jetë fatal, duke shkaktuar fraktura të rënda ose dëmtime të përhershme. 4. Ndikon në cilësinë e gjumit. Shumë njerëz besojnë se alkooli ndihmon për gjumin, por në fakt e bën gjumin më të cekët dhe më pak rigjenerues. Kjo mund të çojë në lodhje të vazhdueshme, stres dhe probleme mendore. 5. Ndikon në tretjen dhe shëndetin e mëlçisë. Me moshën, mëlçia humbet aftësinë për të përpunuar alkoolin shpejt. Kjo mund të çojë në probleme me stomakun, tretjen dhe dëmtime të mëlçisë, përfshirë cirozën. Një neurolog i njohur, Dr. Richard Restak, paralajmëron se nëse dëshiron të mbrosh trurin tënd, duhet të ndalosh konsumin e alkoolit para moshës 70 vjeç. Sipas ekspertëve, duhet të filloni të reduktoni birrën dhe alkoolin nga mosha 65 dhe 70 duhet ta ndërprisni. Truri juaj do t'ju falenderojë. Alternativa të shëndetshme për të mbajtur një tru aktiv dhe të shëndetshëm. 1. Zëvendësoni alkoolin me pije më të shëndetshme. Çaji jeshil i pasur me antioksidant përmirëson kujtesën, lëng, shegje, ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e trurit, ujë me limon dhe xhenxherfill për freskim dhe përqendrim. 2. Ushtrohuni rregullisht. Ushtrimet aerobike si ecja, noti, ciklizi rrisin qarkullimin e gjakut në tru. Ushtrimet mendore si shah, sudoku, leximi i librave ndihmojnë për një tru të mpret. 3. Ndiqni një dietë të pasur ushqimore me omega 3, peshk, arra, faraliri, ndihmon në kujtesë dhe përqendrim, perime me gjethe jeshile që zvoglojnë inflamacionin në tru. 4. Reduktoni stresin dhe praktikoni teknika të qetësimit. Meditimi dhe yoga ndihmojnë në uljen e stresit dhe rritjen e fokusit. Muzika dhe arti ndihmojnë në stimulimin e mendjes. Përfundimisht, a duhet të ndaloni alkoolin? Nëse dëshironi një tru më të shëndetshëm, kujtesë më të fortë dhe jetë më të gjatë, atëherë duhet të filloni të reduktoni alkoolin që në moshën 65 vjeç dhe 70 ta keni ndaluar. Si mendoni? A jeni gati të zvogloni alkoolin për të mbrojtur trurin tuaj? Shkruani në koment.
Pëlqejeni këtë video dhe shpërndajeni në mënyrë që edhe të tjerët të kujdesen për shëndetin e tyre. Faleminderit për kohën tuaj, do të takohemi në videon e radhës.